me çështje dhe kur e ka pa që s'ka numra, dhe më thonë me datën ka që sekser. Ata njerëzit që kanë të du me vol, i kam mish, nuk po du me përmen emnin, po i kam mish, sepse jemi bashkë luftëtarë të idealit prej datën e ontës, dhe nuk po du me përmen, por e vërteta është se unë ja kam që letrën e Basit Lil, Grau Kënjusën, dhe i kam thonë që me kërku falje publike fillimisht. Po, a që ka ndodhur pastaj? Në të rjek fjallën, edhe me ardhë në me folë me vlazët mi, nëse dënë me ardhë, nëse dënë as me folë zdu. Mirë, a ka pasur pastaj përgjigje pas kësaj kërkesët tuajës? Pastaj, ata jënë tutë, apo të se ka njësë në rëmeshkje punë, edhe jënë tutë, jënë tranu për tutë, thashem se për tutë i vërbura, pëse usë për tutë në pe juve? Si janë tutë? Shka i bije si janë tutë? Po të që jatë, ka i qizu, Allah e këtë sene edhe nuk i lëshaja, për pse? Sepse ata përkërkojnë pushtet, dhe nuk është fjalla që kanë kërkush blokimin e situatës. Duket se unë dërprej, do të provoj rezia ta kemi sërish, pra zoti Ganigeci me cilin unë lidhem drejt për drejt, ta shojmë se do ta marim, po konfirmon se ka pasur para fillimit të seancës së parë, kërkesë të drejt për të votuar për lëvizjen vetëvendosje. Pra, do ta era e parë që kam provu me zotin Ganigeci në këtë mënyrë. Edhe para Po. Ju kemi sërish, po se na ra linja. Drejtorin e kuvendit kanë kërku për para se me përvëzu Albulinën. Po. Kam dy pyetje, zoti Geci, a ban dy pyetje. Po, është zoti Kajtazi këtu me ne në studio. Sot dush. Zoti Geci, një tentativë të tillë e ka pas zoti Kurti edhe para një 5 vjetëve, apo jo? Po, në vitin 2021, bëlja deri më kanë pas ofru 40 ministra edhe 2 ambasadorë. A mundesh me vajza jam me bu kryetare grupit parlamentar të listës Guda. A mundesh me na tregu kush ka qenë personi që ka ardhur, sepse ju e keni edhe të incizum bisedën, i keni krejt më atë. Era? Po. Vallova ja ku marru emrin një farë, vi bojke të tabele amerikane, atërë ku buër erdhë, më tiri djali, tha, po ordë një unë me një gjithë madhë me tabele amerikane, dhe erdha në shpek, kur erdha i shkonaj, se di shkojnë në një malisheves një. Kilaj, Shaban Kilaj. Po s'po kujtuhet, vallova s'po kujtuhet. E dyta, pyetjen e fundit direkte e kam. Ju këto situata nuk i lëshoni pa incizu, e keni incizu Glau Kënjusën? Vallova e këto sene nuk i lëshoj, por nuk janë njerë, nuk po më vynë më va. Falenderit. Mirë, dhe qëka ka qenë, a ju ka ofruar diska konkretisht? Ja, unë nuk e na ina, biseda jeme ka qenë, unë ja kum që kërkim folje, për me full. Po. Edhe për me full, me neve, me familje, do të me kërku folje, me të shi testin. Edhe sot po i thamë, nëse Albin Kurti nuk kërkon folje publike për rënën publike që e ka shkruar në Facebookun e tip si kryeministër i Republikës Kosovës. Nëse Albin Kurti nuk i beson mjekësisë ligjore të Republikës Kosovës, kush do që e ka bon një mjeko ligjor? Po. Mirë, kemi probleme me linjen, pra është e rëndësishme që biseda e zotit Ganigeci me Glau Kënjusën është e incizuar. Dhe incizimin një bisede djetë, kur flet me Ganigecin, dhe me thonë, kjo e ka thonë publikisht, shumë moti, e veçanërisht... Besan mjekësisë ligjore të Republikës Kosovës, dhe ju bjerë besan prallave dhe rëndve. Po, se po duket po e prek një ju, mos e ndal një vidon, zoti Geci. Apo e prek një ju telefonin, apo me shka e një lidhur, se po në ndalet videoja. Po më thrasin me numër. Aha, po ju thrasin, e kuptuashme. Por tash, ju po thoni duhet ju kërkoj falje, zoti Albin Kurti, qka nëse ju kërkon falje, ju do të votoni për vetëvendosjen? Jo, për me full, do të më kërku falje. Për me full, veç për me full. Vetë për me full. Por, a e votoni ju, tash në këtë ras, vajza juaj, e bia juaj, e cila është deputete në kuvendin e Kosovës, në ndonjë rast kandidatin e vetëvendosjes në kuvend, ose dhe qeverin e Kurtit. Apo me nëni që unë e jo maj që i shes votat? Po ju pyës, s'pa thamë fshitje vote, vetëm dështë ta ju mbush mendjen. Dijam, votat Marikona Geci ka morë lidhën demokratike të Kosovës. Po. Dhe kjo, qka do të thotë? Marikona Geci i ka morë votat në lidhën demokratike të Kosovës, nuk i ka morë LVV. Dhe jo vetëm 20.500 vota, po veç 2
Veç 2 vota me i morë, vajza jeme nuk e shet votën. Veç 2. Pra nuk ka shans që votoj Marigona Geci ndryshe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ne kemi bu publike qëndrimin tonë, kur s'ka me pas vot për PDK-n. Pikrisht për qitë shkak që ka shkru Albin Kurti. Dhe që po me ndonë tashaj, që Albin Kurti, për shkakun e njejt, me edhe votat ati. Qa kuptimi ka kja? Nuk jem në ata. Ata kanë, unë e këmë thonë, a kanë punë ata me mua, unë me ata, ja ka thonë ata me ty, në të më drasin e të vinë nëtë. Po, për vot për ta nuk keni. Për vot për vetëvendosje nuk keni. Mund të flisni pasi që të kërkojnë falje. Tani për tani, ne jem një familje e modhe, unë kam vlazen. Do të marrë dhaj nutë, teme, Albini, me hjek të rjek shkrimin, me kërku falje publike që shka kërku ashrimi, 20 vjetë ma vënd, për më ullë me folë me mu. Dhe pastaj pas bisedës shka mund ndodhë? Pas bisedës, na jena këgja të vlazen, kërëm që për botë, për nëse vjen njerë, tani mu im plasët. E keni kuvendin aty familjar, dhe vendosni se si do të vajfrojë? Jena një ashtot këtu, edhe të një vendosë që apo. Mirë, a ndryshon vota juaj nga vota e LDK-s? Vota janë për PDK ndryshon gjithë. Po, pra ju s'keni vot për PDK-n, po nuk keni vot as për vetëm. Sa të jam gjallë? S'ka vot për PDK-n. Sa të jam unë e gjallë? Po. S'ka vot për PDK-n. Sa të jam unë e gjallë? Sa të më cikën, qëre? Sa të jam unë e gjallë? Fadili Hoxha s'ka më maru për me dorën Gjakov. Sa të jam unë e gjallë? Vot për PDK-n s'ka me posë. Mirë, për